Me dy linjat e reja të financimit për bujqësinë siç janë kreditë buta dhe garancie sovrane, u fokusua kryeministri i vendit Edi Rama në një takim informues me sipërmarrësit në sektorin e agroturizmit në Kuçov. Kredia but me një linjë financimi për 250 milionë eurosh dhe me një normë interesi 3.5% e kombinuar me garancinë sovrane e ul këtë normë në 2% dhe mbulon kolateralin deri në 70%. Është një instrument kredi i Bankës së Shqipërisë, nuk ka bërë kurrë më parë. Duke vendosur 250 milionë euro në shërbim të bizneseve të vogla dhe të mesme dhe me fokus tek bujqësia. Kredia është fantastike me 2%. Kredi me 2% është vërtet fantastike me 70% të garancisë mbi kolateralin, që është prapë diçka që ju bën shumë punë. Ndër të tjera, Rama deklaroi se Shqipëria ka përmirësuar ndjeshëm deficitin tregtar nga viti 2013 deri më sot. Sipas të dhënave të Instat, eksportet e fruta perimeve kanë shënuar rritje të vazhdueshme, ku ndikimin më të madh e kanë patur zarcavatet. Kemi rezultate shumë mira në përmbysjen e shifrave të deficitit tregtar, sepse kur ne kemi marrë detyrën e kishim 1,7 dhe 1,8 pra për ushqimin. Eksportonim 1 dhe importonim 8. Sot jemi në 1,3 dhe ambicia është shkojmë në 1,2. Dhe mund të shkojmë në 1,2 pa diskutim. 1,3 tregon që prodhohet shumë më tepër për tregun vendas. Pra, prodhohet më shumë për eksport, prodhohet më tepër për tregun vendas dhe një pjesë e mirë e atyre që deri dje merreshin nga tregu juaj i përballon tregu vendas. Por siç thotë Ervin Dema, the sky is the limit, se ky thotë anglisht. Qielli është kufiri jon. Kreu i qeverisë u ndal gjithashtu te paketa e malheve, një nismë e re që synon të lehtësojë disponimin e tokave. Sipas tij, emigrantët që duan të kthehen do të kenë një mundësi të investojnë në tokat e të parëve të tyre dhe të përfitojnë nga një lehtësi fiskale për 10 vitesh, pa taksa për ndërtimin e strukturave të agroturizmit dhe zhvillimin e turizmit malor.